Lidhe me Elsa Gjindolen. Elsa, të përshëndes. Aida, të përshëndes. Në fakt, prej kohës banorët e fshatit Qerravi janë ngritur në pozita të shumta për sa i përket një projekt vendimi që është kërkuar pra të merren nga Bashkia e Pogadesit për të dhënë tokat kullosore që këta banorë kanë për të lëshimin e tyre me qërat e palët e treta. Para një muaj, në fakt, në mbledhjen e Këshillit Bashkiak urrëzua projekt vendimi për statusin e tokës, pra këshilltarët votuan kundër për ta kthyer këtë tokë pra nga një tokë kullosore në një tokë për panele diellore. Ndërsa ditën e dieshme, këshilltarët e Bashkisë së Pogadesit votuan me 20 vota pro për ta kthyer këtë tokë pra kullosore në prej 34 hektarësh me qira për palët e treta për pemë frutore. Ndërkohë përsëri banorët janë shprehur kundër këtij vendimi, të cilët edhe dje në këtë mbledhje ata ishin pjesëmarrës. Pra ku ishte edhe Kevin Muçllari, pra 27 vjeçari, të cilët dhe ju e përmendët që kishte incidentin ditën e dieshme. Nëse do të flasim më saktë, pra gjatë votimit kur u miratua pra ky projekt vendimi 20 vota pro, në Këshillin Bashkiak pra u bë ky incident. Ku mes debatesh, Kevin Muçllari, pasi këshilltarët e votuan pro këtë vendim, është ngritur në këmbë dhe kanë thënë tuf të keni për këtë vendim që ju merrni. Në këtë moment, këshilltari i Bashkisë, konkretisht Angel Shyti nga lista e Bashës, është ngritur dhe ka thënë ku ti thua ti turp të keni eja këtu dhe është konfrontuar pra fizikisht me djalin pra me 27 vjeçarin. Në momentin që Angel Shyti është ngritur dhe ka tërhequr prej xhaketit 27 vjeçarit, edhe ky i fundit është kundërpërgjigjur duke u përleshur pra me njëri tjetrin në pak sekonda. Ndërkohë ka ndërhyrë edhe Elsa, është vepruar vetëm ndaj 27 vjeçarit, po personi tjetër është vepruar ka ndonjë këshilltari të djathtë, ka ndonjë procedim se po ta shikosh kështu ftohtë duket sikur 27 vjeçari në një moment do të largohet, pastaj konfrontohet me grushta. Të dy janë përleshur, ai është afruar. Po, Aida, e drejt në fakt, siç e përmenda, ishte në fundin e mbledhjes, në fakt, dhe 27 vjeçari bashkë banorët e tjerë, në fakt duhet ngritur zërin, por largoheshin prandaj mbledhja, ndërsa këshilltari Angel Shyti e ngrit në këmbë dhe sa e aktu dhe të rroshi për xhakete. Por, vlen të theksoj që në mbrëmjen e dieshme, arrestimi është bërë vetëm kundrejt 27 vjeçarit dhe nuk është marrë as një mas për këshilltarin e Bashkisë pra Angel Shyti, ndërsa 27 vjeçari Kevin Muçllari është në arrest. Ndërkohë mbrëmjen e dieshme, të shumtë ishin banorët e fshatit Qerrav, gjithashtu edhe përfaqësuesi ligjor i cilën donën në një deklarim për sa i përket kësaj situate, duke kërkuar lirimin e Kevin Muçllarit dhe sipas tyre, ky akt që është bërë nga policia e Pogadesit është përveç faktin që ti kërcënojnë pra këta banor që të heqin dorë nga kërkesa pra për të mbajtur tokat e tyre. Vlen të theksoj Aida që fshati Qerrav është një fshat i cili pra punën e tyre më të shumtë e kanë me pjesën e blegtorisë. Pra këto toka, i nevojitën këtij fshati pasi në rrethin e Pogadesit është fshati më me shumë krerë. E kuptoj. Ajo që po shikojmë ose që kanë parë qytetarët dje është shumë e qartë. Ka një revolt nga 27 vjeçari që nuk i adresohet me emër këshilltarit me cilin përplaset, askush nga ata nuk ngrihet as për të fyer, as për të reaguar, ndërkohë nga fundi i sallës që duket se nuk është i adresuar, ngrihet pra këshilltari i djathtë dhe që më pas kemi këtë lloj konfrontimi. Megjithatë, mbetet për të parë se si do të veprohet, sepse ka patur si thash dhe një lloj reagimi. Kush ka qëndruar gjatë natës? Kush po e mbështet 27 vjeçarin sot që ne flasim dhe si do të veprojnë, Elsa? Në fakt Aida, siç u përmend, është shqetësuese fakti që në momentin e incidentit asnjë prej këshilltarëve nuk u ngrit, domethënë që të ndërhynte sadopak, dhe shohim vetëm këshilltarin Arbër Male dhe disa banorë të tjerë që ndërhyn pra për të shmangur pra incidentin pasi që ndërhyn pra midis këtyre dy personave, ndërsa këshilltarët e tjerë se shqen edhe në pamje janë shumë të qetë ulur në benjtë e tyre. Vlen të theksoj që mbrëmjen e dieshme siç e përmenda ishin fshatarët e fshatit të Qerravës, të cilët kanë qëndruar gjatë mbrëmjes së dieshme këtu, gjithashtu edhe familjarët e Kevin Muçllarit, të cilët janë shumë të shqetësuar për sa i përket kësaj situate, pasi siç e thash, arrestimi është bërë vetëm për 27 vjeçarin, kur qartë në pamje shihet që ka qenë Angel Shyti, i cili në fakt njihet për këtë lloj incidentesh në Këshillin Bashkiak Pogadesit, i cili e ka tërhequr 27 vjeçarin dhe ka çuar këtë incident në këtë lloj formash.
E kuptoj, ndërkohë janë shprehur për mënyrën se do të veprohet tani pas kësaj ngjarje, çfarë do të ndodhë? A ka ngjall kjo një lloj reagimi edhe më të fortë, se ai ka reaguar në emër të familjes së tij, por edhe të gjithë zonës atje, e cila preket pikërisht nga kjo gjë? Po në fakt siç u shprehën edhe banorët të ditën e djeshme dhe në sinkrone gjithashtu që ne kemi nga deklaratat e tyre, ata kanë shprehur që djali pra 27 vjeçari është në masën e arrestit për të tërë ple, pra për të tërë nevojën që ka fshati Qerrava, pasi të tërë siç e përmenda janë të shqetësuar për sa i përket marrjes së kullotave që ata kanë për punën e tyre, pa për si fermer që ata janë. Sigurisht situata është goxha dhe Aida nuk kemi informacione se si do të procedohet vërtet me 27 vjeçarin, apo nëse do të kemi ndonjë masë tjetër për Angel Shooting, por mbetemi në orën e vijim të shikojmë se si do të shkojë kjo situatë, nëse do të kemi edhe procese të tjera për sa i përket banorëve të fshatit Qerrava për këtë situatë. Qartë. Faleminderit Elsa për gjithë sa solle në vëmendje.